njëri prej djemve të Omerit radiallahu anhu kish pas rezervu një mas deveje, mi fjalë apërsisht 1 vjeç. Edhe ai ishte e gjithë pasuria e këtyre, detyrohen që ta therin dhe ta gatuin atë për familjen e Omerit radiallahu anhu. Pa prit mas Omeri një gjon aromën e ushqimit që përgatuari. Shon shërptorin e tij Eslemin, si kur tham, thot, shko dhe vëzhgo, thot, çfarë po bën familja Omerit. Ky shoqëruesi Omerit takon Abdullahin, të birin e Omerit radiallahu anhu. Bash Zotin, thot, mos i tregon, thot, babës, thot, mas kaq kohë dhe muish në familjen tonë dhe në stomakun tonë nuk ka ra, thot, gjell ose mish prej pasurisë këtë kishim, s'kishim gjon tjetër më. Thot, menon që ta therim, ta gatujmë, ta ham gjithë. Po mund me si thuj babës se ku e kemi morë ose kujt është. Vallaj, thot, s'mon e bëjmë, thot, atë punë. Se para se të nisem me u siguru çfarë po ndodh, më tha, mos bë gabim që më rezervosh atë çka mund ta shikosh. Pra mund më fshehesh atë çka do të shikosh. Dhe s'pat çfarë më bën ky njeri i mirë, dhe ka mos ishte i mirë që jetonte dhe shoqëronte më të mirin në asaj kohë. Shkon te Omeri dhe i thot, po, thot, prisi besimtarë, thot, djali ju i thot, kishte pas rezervu, thot, një mas deveje, thot, e kishte therë, thot, kas, thot, duke pa gjendjen tonë fizike dhe të familjes, në basi inshallah Zoti mas këtij ushqimit do ju jepte fizik dhe shnet. Thot, shko dhe thuj, thot, birit tim, thot, si që ka therë, thot, si që ka gatu, thot, dali dhe ta japi krejtësisht. Sa dhe ka të uriturve në Medinë. Dhe mos boj gabim, thot në njoni, si kur të ndaloj edhe një kafshan prej ati mishi, ose prej ati gatu. Thot, unë kam zotu Allahun xhelle xhelal se në barkun tim dhe në familjen time kur s'ka për të ranë ushqim, përderisa atë lloj ushqimi nuk e ka masa. Subhanallah.